është shumë korrekt në atë që thot. Është vendimi im që kam vajtur atje. Tani problemi është, a duhet lejohet ky që ta bëj këtë punë? A duhet lejohet ky që të reklamohet dhe shteti? A duhet ta lejoj këtë që të kuroj tumore kur ai nuk është për atë punë? Edhe ilaçi, a është i certifikuar për atë? Për këto pyetje ende pa përgjigje për 35 vjeçarin që sot ndodhet ende në rrezik për jetën, ne ju drejtuam urdhrit të mjekëve të Shqipërisë, sipas të cilit Dr. Laver Stroka është i regjistruar si mjek i përgjithshëm. Asnjë lidhje me onkologjinë dhe dermatologjinë, e aq më pak për kurat me sëmundje të kësaj natyre. Gjithashtu, leja për ushtrimin e profesionit me numër 72 datë 16/11/2015 ka skaduar në 16/11/2020. Që do të thotë se mjeku në fjalë është jashtëligjshëm në ushtrimin e profesionit. Edhe Afërdita Stroka, ashtu si Jati, është e regjistruar si mjeke e përgjithshme me leje për ushtrimin e profesionit numër 599, datë 13/12/2021, e cila aktualisht është aktive. Pra 2 mjek të përgjithshëm dhe jashtë etikës profesionale pa respektuar asnjë protokoll mjekësor, kryen në mes të Tiranës mjekësi alternative për një sëmundje që ka të drejtë vetëm onkologu dhe dermatologu. Mjeku duhet të jetë i ndërgjegjshëm, i përgjegjshëm, i vetëdijshëm, ka kualifikimin për katës apo jo. Tu vlen të theksoj se mjeku duhet të njohë kufit e kompetencës së tij profesionale. Nuk mund t'i thuhet të smurit që kjo metodë e mjekësisë alternative e shëron me siguri kancerin. Por le ta pyesim një herë vetë doktor Laverin për metodat sekrete të klinikës Stroka, e cila e vijon e pashqetësuar aktivitetin e saj. Klinika jon ka një përvojë 50 vjeçare në trajtimin e tumoreve dhe një traditë familjare një shekullore me mjekësi alternative e ka aplikuar gjyshi jon. Kjo përvojë ju transmetua në brezë. Të ilaç, po solucion që ju keni, a e keni të certifikuar? Ky është një produkt bimor që ka dhënë prova tash një shekull. A është i certifikuar? Ky është në proces studimor, një produkt që kalon mbi 100 persona, konsiderohet i pranueshëm. A mund të dim çfarë ka në përbërje ky solucion trajtues? Nuk na duhet masa çfarë hidhni çfarë hidhni, jo çfarë ka në përbërje. Ky është një tretësirë bimore. Në qoftë se një produkt shëron mbi 100 vet, ai e ka marrë certifikimin. Pra aq kosa është në proces studimi. Nuk lejohet. Ne kemi mbi 50 vjet që kemi trajtuar mbi 30.000 persona me nishane dhe asnjë nuk ka kaluar melanom malinje deri më sot. Ju jeni mjek i përgjithshëm, Jo. i licencuar edhe pse me afat të përfunduar në 2021. Melanomat, kanceret e lëkurës, sipas protokollit mjekësor, nuk mundet dot t'i trajtoj një mjek i përgjithshëm, por të mos nishanet dhe me lëkurën duhet të merret dermatolog dhe onkolog në rastin më të keq nëse bëhet fjalë. Solucioni juaj mund të jetë shumë i mirë, ju më thoni që është në proces studimi dhe nuk është certifikuar ende, po sa zgjat ky procesi? Tani mbush një shekull, kjo përvojë që trajton. Si zgjidhni të bëni këtë lloj pune, doktor, sepse është një pacient, një djalë i ri, vetëm 34 vjeç dhe sot është në gjendje të rëndë,